Po kthehej në Gjermani pas festave, aksidentohet familja shqiptare me 6 antar. Një familje shqiptare ka pësuar aksident në Gjermani, mes 6 prej të plagosurve, 3 prej tyre fëmijë të vegjël. Aksidenti në Lieder Mate ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Waldshut, Tingen, të Gjermanisë afër kufirit me Zvicrën. Aksidenti ka ndodhur pak minuta para mbritjes në vendin ku jetonin. Një kamion u përplas me makinën në cilën udhëtonte familja shqiptare e cila po kthehej nga Kosova. Familja me 5 antar dhe shoferi kamionit u plagosën në aksidentin e ndodhur. Të aksidentuarit kanë pësuar lëndime të rënda. Sipas mediave të huaja, shkaki i aksidentit është ende i paqartë, ndërsa një person u bllokua në makinë nga përplasja dhe u deshën që të nxirrej nga zjarfiksit. Familja shqiptare vjen nga fshati Ratkoci, Rahoveci. Të aksidentuarit kanë pësuar lëndime të rënda. Fëmijët e lënduar janë të moshës 5 muajsh deri 3 vjeç dhe disa u transportuan me helikopter shpëtimi në spitalet e fëmijëve. Shkalla e lëndimeve të tyre është aktualisht e paqartë.